بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد تجد لفديت falënderimet, lartësimet janë vetëm për Allahun subhanahu wa taala. Zotin tonë falenderojmë prej tij falje dhe udhëzime, kërkojmë salavatet, selamet, përshëndetjet më të begata, më të plota me pejgamberin tonë të dashur Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, shokëve të tij besnik, familjes së tij të ndershme dhe çdo muslimani i cili shkon pas rrugës së tij më të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, jemi nga mesi i Ramazanit, e lutim Allahun xhallahu ala që Allahu te bareke ve teala pjesën që e kaluam Allahut na e pranon, e pjesën që na ka mbetë Allahut na forcon dhe të na jep kuvet dhe takat për të adhuruar Allahun subhanahu wa taala, edhe kurora e kësaj është që Allahut na mundson natën e Qadrit. Do të vazhdojmë me lein Allahut te bareke ve teala në trajtimet dhe sjelljet e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, ku pejgamberi alayhi salatu wassalam tregonte me çdo kategori të njerëzve, pavarësisht a ishin se familjar, a ishin kushëri, a ishin musafir, a ishin fëqinj, apo çfarë do lloj klase të njerëzve, ai gjithmonë punonte me një parim. Dhe është parimi i rahmetit, parimi i mëshirës, parimi i dhënjes së të drejtës së cilës kategori çka i takon. Sot e kemi një kategori shumë të rëndësishme për neve, si musliman, si njerëz, si shoqëri që jemi. Do flasim me lein Allahu te bareke ve teala për trajtimet e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam në raport me kategorinë e argatëve, punëtorëve, mëditësve, domethënë ata që shërbejnë, ata që janë shërbëtor, hizmetar tek dikush. Në kohën e pejgamberit alayhi salatu wasalam ka qenë njohur, domethënë ju e dini se njerëzimi ka kaluar disa prej periudhave kur njerëzit i kanë nda rolet e veta me gjërat që i përkasin cilit zaman. Në zamanin e Muhamedit alayhi salatu wasalam nuk ka ekzistuar kjo formë që ekziston sot, e cila ka ardhur pas revolucionit borgjes francez, ku njerëzit domethënë kanë dalë nga kreta klasat e ndarjes mes punëtorëve dhe shefave, kështu me radhë, klasa punëtore, klasa fisnike, pastaj janë mbanë në kapitalizëm dhe janë ndarë se secili është njeri me drejta të plota në atë çka njerëzit e supozojnë. Në kohën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam kanë ekzistuar diçka që quhet hizmetar, rob, apo edhe pse pejgamberi ka refuzuar që të quhet rob ai. Apo por do të flasim me lein Allahu te bareke ve teala për njerëz që shërbejnë. Si trajtonte Muhamedi alayhi salatu wasalam njerëzit që u kishte ra hise me shërby, më kanë hizmetar, më kanë argati dikujna, më kanë mëditës të dikush. Apo e sot këtu kush hin krejt punëtorët, e që duhet të marrin shembull nga Muhamedi alayhi salatu wasalam, shefat, si ti trajtojnë punëtorët e vet, si ti trajtojnë argat të vet, si ti trajtojnë ata të cilët punojnë tek këta. Apo e sot e shohim për shembull se kjo punë është punë e madhe, merren me ta organizata të mëdha, shtete të mëdha dhe flasin dhe vendosin domethënë pika me të cilat mundohen me ia dhënë hakin punëtorit sipas mëtimeve dhe pretendimeve të cilat ata i kanë. Pejgamberi alayhi salatu wassalam, si zakonshëm, i plotësuar dhe i përsosur rahmet, i përsosur në dhënje të drejtave, e tregoi mrekullinë në trajtimin e robëve, mrekullinë në trajtimin e shërbëtorëve. Andaj Enes ibn Malik na tregon, do ta tregon me lein Allahu te bareke ve teala, i cili i shërbeti Muhamedit alayhi salatu wassalam 10 vjet. Asnjëherë nuk i ka thonë uf, se ka pas bab, as nan, thotë Enes ibn Malik, kur s'm ka thënë uf. Kush i ka thënë zotnia shërbëtorit, kur si ka thënë uf, 10 vjet i ka shërbyer sallallahu alaihi wasallam. Andaj pejgamberi alayhi salatu wasallam ishte shembull në këtë aspekt, edhe tregoi shembull për të tjerë se si duhet t'i japin hakin argatit dhe punëtorit, hizmeçarit apo robit apo ai të cilin e ka nën pushtetin e vet. Pejgamberi alayhi salatu wasalam kishte, para se mu bë pejgamber, e kishte një djalë të adoptuar. Jo të adaptuar, po të adoptuar. Domthonë e ka bë djalë pa e pas. Apo e ka pas emrin Zeid
ibn Haritha. E pastaj është quajt Zeid ibn Muhammed, Zeidi djali Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Derisa ma vonë ka ardhur Islami dhe ka shfuqizuar këtë ligj, edhe e ka larguar nga të punuarit me këtë ligj dhe ka thënë ud'uhum li abaihim, thirrni djemt me baballarët e vet. E pastaj ka thënë Zeid ibn Haritha, Zeidi djali i Harithës. Ky Zeidi ka një ngjarje. E në këtë ngjarje ka trajtim special nga Muhamedi alayhi salatu wasalam para se mu bë pejgamber, si e ka trajtuar me drejtësi rastin e Zeidit. Ky Zeidi në luftat e arabëve që kanë ndodhur mes vetit që i kanë pas, është zonë rob. Është zonë rob. Edhe një njeri i quajtur Hakim ibn Hizam e ka zonë edhe e ka ble. Apo e ka zonë dhe e ka ble. Ky njeri Khadijën e ka pas hall. Edhe i ka thënë Khadijës mere, apo mere këtë djalë Zeid ibn Haritha. Ma vonë, kur është martu Muhamedi alayhi salatu wasalam me Khadijën, pejgamberi alayhi salatu wasalam Khadija i thot, "Çe këtë Zeidin, sot djalë i mirë, o djalë i moralshëm, o shfisnik, e kam rob, hizmeqar, po ta jap tyje." Ja ka dhënë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Atëherë Muhamedi alayhi salatu wasalam e ka marrë përsipër, edhe ka thënë, "Po e baj djalë", në kuptimin se po e trajtoj sigur djalë. Ditë për mas ditëve, një ditë për ditëve, mërzitët shumë baba vetë, Haritha ibn Sharahil, baba i tina. Edhe i kallzon dikush se ta kemi gjetë djalin. E kinë Mekë të një njeri i thojnë Muhammed, shko lipe, sallallahu alaihi wasallam. Edhe ky mbledhet, edhe shkon në Mekë për ta takuar djalin e vet. Kur e gjen Muhamedit alayhi salatu wasalam, me ndës ka qenë pejgamber, i thot, "O biri Abdul Muttalibit, o biri i zotnis këtij veni." Nga se Abdul Muttalibi u kon zotnia i arabëve para se mu bë pejgamber. Ka thon, "O biri Abdul Muttalibit, arabët e kanë pas zakon. Kur dush të dikush me sos pun, përmenja namin edhe hatrin. Kanë e ka hatëraj Abdul Muttalibin. Atër thuj, o gjali Abdul Muttalibit. Nëse Abdullahi s'ka pas nam, Abdul Muttalibi ka pas shumë nam. Ka thonë, o djali Abdul Muttalibit, o djali zotnijës këtij veni, Mekës. Ka thonë, ju jeni komshit e Zotit. Nëse i kanë thirë ata që ka kanë shërbin qabe, komshit e Allahu Gjelle Gjelalu. Ju i nimoni ati i cili ka rënë zërë dhe ka nevoj. Dhe ju e ushqeni të uriturin. Ka thonë, kemi arë për një dërt. A ka mundësimin e këthi djalin? A ka mundësimin e këthi djalin? Zeidin, të cilin e ka morë Hakimi, ja ka dhënë hallet vetë Khadijës, Khadija ja ka dhënë Muhamedit alayhi salatu wassalam. E pejgamberi alayhi salatu wassalam i ka thënë, unë kam një propozim tjetër. Ato janë tut mos i bën zullum, nga se tash o rob. Te arab do kon e ditur. Nëse bie rob, dëgjut rastin e Bilalit, kur një pagani kishte dhënë borxh, çka i tha, s'janë të dhënë borxh se të duhe. As nuk ta du shokin. Muhamedi alayhi salatu wassalam ka thënë, po janë të dhënë borxh, e nashta s'm kthen të blej baj rob. E nëse je zonë rob, s'ke mujt me thonë s'jam rob, je rob. U kry, dush me liru vetën, dush me pagujt vetën. Edhe pejgamberi ka thonë, po japu një propozim tjetër. Atëherë ata i kanë thonë, cili është propozimi? Ka ardhë baba i vetë edhe agja i vetë. Ka thonë, çfarë është propozimi? Ka thonë, thirrni djalin, thirrni Zeidin, edhe japim zgjedhje. Apo, nëse ai m'zgjedh mua, unë vallahi nuk e la. So është gjali miraj. Ka thonë, nëse ai më thot, unë po rri me ty, me Muhamedit alayhi salatu wasalam, unë nuk e ndroj. Ka thonë, nëse ju zgjedh juve, vallahi nuk ja unali. Nëse ai thot, unë po vit me babën, unë nuk e nali. Atëre i thojnë ata, laqad zidta ala an-nasaf. Ti kokshe i drejt e për të drejtës. Ma ka qëtë mund, thire djalin, qatë thoi aj, unë jam i lirë. Do me nejtë tu, rri këtu. Do me arë me babën, rri me babën. Me gjithë se të arabët, u kone një orë, ta kumë zonë në robë, s'tala. Në ta paguje vetën. Sa me paguje vetën, bjemi 200.000 euro si dush me shluë. Në kushtimish, me lirët e asaj kohë. Atare kanë thirë djalin, Zeid ibn Harithen, edhe i ka thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam, a i një këta dy? Ka thonë, po ja Rasulullah, Harithe, baba jam, edhe Ka'b, agja jam.
I di kush janë, e di për çka kanë ardhur dhe kush janë. Atëherë ka thënë, dëgjoj mua. Unë të kam dhënë zgjidhje që të zgjedhësh në mes meje edhe babës. Kanë ta zgjedhësh ti te çaj që më shkuar. Atëherë ai thot bel uqimu ma'ak. Thot jo ja Rasulullah. Atëherë sa kon ja Rasulullah. Kon Muhamedi alayhi salatu wasalam ka thonë jo me ty pori. Ka thonë jo bile. Bile arab thonë bella. Bile, ki po dikush kur e përforcon bile jo. Bile porri me ti. Hiç muhabet s'du mi apo kësaj pune. Atëherë i thot baba i vet. Ka thonë o Zeid, djali vet. Ka thonë pe zgjedh me nejt hyz me qarë. E s'po vjen te baba me nejt i lirë. Po rri hyz me qarë me këtë njeri, e s'po vjen te baba i lirë. Atëherë i ka thonë djali vet. Ka thonë po rri hyz me qarë te çiki njeri, e s'po vjen te ti si bab e i lirë. Ka thonë pse? Ka thonë se te çiki njeri jam të pa disa gjëra shumë çuditshme. S'ka njeri më të mirë se ky. Se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam atëra ka marr pejgamberi alayhi salatu wasalam Zeidin, i ka dal para kurejshve në pazar, se ka qenë sigur në Facebook me bëhe domthon për hapje apo me ndonjë gazetë, çështu kon pazari. Del pazar veç i thu, o ju njerëz, ato mbledhen, ja u kallzon ndove shka i bajnë fjalët, edhe ato ta përhapin. Ka thënë dëshmoni ketë se Zeidi a djali jam. Më trashëgon dhe e trashëgoj. Me dek ky e trashëgojon, me vdek unë më trashëgon ky. Edhe kjo deri këtu ka qenë e njohur deri vonë, mas ju po pejgamber, derisa ka zbrit surja Ahzab. Apo edhe çuki Zeidi ma vonë i njohur djali Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, çfarë ka ndodhur? E ka pas gruaje, ish gruajen, gruaja e tij ka qenë ish gruaje e gruaja Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, Zejnebia. Edhe Zejnebia u kon fisit madh. Edhe një ditë për ditëve i thot burrit vet dami, së ne ka bajt, ti rob, une fisit lartë. Edhe pe janë ka pasë se janë të shku mirë, edhe i ka thonë Zeidit, maje grujen. Edhe Zenebi e kanë pasë që sa të dash me nejtë ma të njeri. Apo? E Allahu Gjilluala ka dash piksa njari me bon njari tjetër. Qa ka ndodhë? U ka ndodhë. Pe janë ka insistu me nejtë, pse ja ka një erën muhabeti. Qa është muhabeti era? Allahu Gjillaluhu, për shkak se u njoftë Zeidi, djali Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, kur nda me gruën e vet Zejnebën, atëherë Allahu Gjillaluhu ka thënë, që jo Zejnebja që snejti me ketë e u da, ajo e fisit madh, e bija e Gjahshit, ka mu konë gruja jote. Atëherë Muhamedi sa më shgushtu shumë. Ka thënë, kanë me thanë njerëzit, e ka martu grujen e shlume djalit vet. E Allahu Gjillaluhu ka thënë, ti se ki djalat. Realisht këtë din se ki djal. Po për me shfuqizu, për më kanë shfuqizimi shumë i fort, atëherë Allahu Gjillaluhu ka thënë, ud'uhum li abaihim. Thirrni për baballarët e tyre. Kjo është djali Zeidi, djali Harithës, nuk është djali Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Andaj këtë kjo çka ka ndodhur, kanë thënë dietarët se pejgamberi alayhi salatu wasalam, nga morali i lartë i tina, e ka bë Zeidin para se më kon pejgamber, mi ardh baba vet dhe mi ofru liri. Ai kupton se domosdoshmë mi ofru liri. Ajo dosh mi bëj hizmet Muhamedit alayhi salatu wasalam. Mi bëj hizmet Hatixhës. Çka domosdoshmë hizmet? Ai zguxon me thonë jo kur ti thonë sose punën. Megjithatë ka thonë jo unë po rri me këtë njeri, se kum pati këtë njeri diçka s'kum pati dikush tjetër. Te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Kjo ka qenë nga tradita e pejgamberit alayhi salatu wasalam. Gjithashtu pejgamberi alayhi salatu wasalam prej traditës së mirë që ka pas me rob, edhe me robresha, me argat, edhe shërbëtorë dhe hizmeqar, tregon Enes ibn Malik, thot pejgamberi alayhi salatu wasalam ka qenë maja e modestisë. Maja e modestisë, i pastër nga kibri. I pastër nga kibri. Ka thonë dhe për këta argumenton çka? Ka thonë vinte një robresh e vogël. Robresh e vogël nga robreshat e Medinës. Ja kap ke dorën pejgamberit alayhi salatu wasalam, edhe thoi ke hac sos ma një punë se e kam një punë. Qik e vogël, apo nën bilik, ja ka morë dorën pejgamberit alayhi salatu wasalam, fam tantaliqu bihi haythu sha'at. E ka çu ku ka dash. Derisa thot Ibn Hajar al-Asqalani ka dal deri në çosht Medinës. Në qytetin e ka hec. A kupton? Burrin
që s'ka lind burr, nana mos i haj, alayhi salatu wassalam, e ka marrë një çike vogël e ka në bresh ajo. Ka thënë ja Resulullah, ama dorën, ajo ja ka kap dorën, hajde sos mani punë. Ço atje, ço këtu, ço atje, ço këtu, derisa e ka kry punën e vet. Po sa pse ka shlu dorën, alayhi salatu wassalam. Dhe nuk i ka ra pozita. Tash, jo, apo e dëgjoni këtë rast. Ai u shkon dorën thu, çush bia ka kap dorën, ja ka kap dorën. E ka morë dhe për mësam thot Ibn Hajar Asqalani, thot dhe marja e dorës në këtë formë dhe ecja e ti me atë vajzë të vogël me pejgamberin alayhi salatu wassalam, thot argumenton për një send shumë të madh se pejgamberi alayhi salatu wassalam nuk ka pas asnjë grinc fare kibri. Zemra e tij e pastër për këtë llojeve të kibrit. E tash si dush me e provu se si i bie kjo punë, sa ajo shumë i madh, provoj ti me të kap një çike vogël dhe me të shadit në përshkup. Apo ti çika jote me të kap se në duron. Apo i do largoj u bi mana ta, apo se unë jam burr i madh. Apo mundesh me marrzu pozitën. Mir po alayhi salatu wasalam ka qenë shumë modest. Kush e ka kap? Shërptori. Me të kap ti punëtori, do të thonë so shef këtu, as pak se nduhesh, a le hesna pak. Apo gjali vogël më ka. Ça ban? Si nihesh? Shikoni trajtimet si i kanë shefat me punëtor, subhanallahu alazim. Me këtë fodullok të lartë, e me këtë kibër të madh, e me këtë njëri thot unë e maj ata. E ma Allahu. Tip e majshë. S'ne ma vetën. Tra korona të murë me veti. Sa pasanik i murë korona. Pse se majtën? A i thot, a i disa njerëz i ka dik 200 punëtori ka pas. Apo, sa njeri e kemi voros? Filani, pasanik i madhu kanë. Apo, 300 veta kanë punu për këta. 300 veta kanë punu për ta, as njani për tyre se nja kanal koronën. Allahu na ruaj dhe i shërof të sëlumurit të muslimanëve. Andaj i duhet muslimani më kanë modest, sepse e ka pejgamber Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Kjo ka qenë trajtimi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me hizmeçarët. Gjithashtu tregon Abu Huraira radhiyallahu an se pejgamberi alaihi salatu wassalam ka porosit shumë për hizmeçarët. Shumë porosia ka dhënë për hizmeçarët. Dhe kjo vëzhgoj është më në mend, kjo ju duhet. Sot bota po jeton krizën e njerëzillëkit. Ka humb njerëzillëki. Janë të dash njerëzit me bë hajvana. E bën njerëzit kafsh, bakti. Mos menu pos me epsh, edhe ego, edhe çejf. S'ka Allah, s'ka pejgamber, s'ka moral, s'ka familje, s'ka nder, s'ka më të kuq ftyra. Shikoni lloj-lloj emisioni degradues. Lloj emisioni këtu në Kuqi kemi na, në Kosovë, Shqipëri. Nga emisionet më të poshtra që ekzistojnë. Nga emisionet më të liga që ekzistojnë. Zina apo në televizor. Apo dhe ata mundohen me, andaj duhet muslimani me e ditë se pejgamberi alayhi salatu wasalam është i vetmi burim ku njerëzit nëse kthehen pshtojnë, po nuk u kthin shkun. Na ket kena mu shkatru nëse nuk i kthejna Muhamedit alayhi salatu wasalam. Kjo është gjë e prerë. Andaj pejgamberi alayhi salatu wasalam shikoi këtë kategori dop, që kur kush sfolve për ta. Dalin neve na marrin konferenca të drejtat e punëtorit, apo e të drejtat e punëtorit e dini, një maj dhe 2 maj. E tash si vjet kam ju nga trupa, dikush ka me festu Bajramin atje. E 1 maj e 2 maj, çka vajna për punëtort? Shkojnë festojnë. Ai kur s'punon, s'ka kur far drejtë shkojnë feston. Dalin flasin për punëtort. Ai sa jep punëtorit dorën e vet. Sa punëtori si a di shefit dorën, çish e ka dorën shefi vet. Nësa Muhammed a.s. e shëtit këni vajzë e vogël e Medinës. Tregon e Abu Huraira radiallahu an, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka dhënë hadith, nëse vjen hizmeçari njërit prej juve edhe ja bjen ushqimin, nëse nuk e ul me hangër me ta, letja jape 1 apo 2 pjesë të enve të ushqimit. Ka thënë apo 1 kafshat apo 2 kafshata, sepse ai e ka 1 zjarmin e ati e meki, edhe aj e ka përzije. Në të kaluarën, hizmeçari që ka bo? Hizmeçari e ka bo ushimi, këtë aj e ka bo, e ka përzije për këtë familje. Ka shko e ka morë, ku e ka pas venin ushimi, e ka përgadit, edhe ka prue shefit. Pejgamberi alayhis salam e ka ditë traditën e arabëve. Që ka thënë? Kur t'ja u bere juve hizmeçari bukën, e t'ja japeni kafshat, apo 2 kafshata. Apo para kësaj ka thonë të ullet e të haje me ta. Mi thonë, ullu dhe ti, ha këtu me neve. Se ka dash me u thi kibrin, me e thi krye lartësin. S'ka krye nëtësi për para Allahu të bareke, për para Allahu të bareke u e te ala. Ka thonë djetarët, qëfar i bje aje ka 1 zjarmin edhe e ka përzije? Ka thonë, sepse
ai kur e ka përzije, ai ki pa njeri kur e ban një mekin, ai e disa i shishta ki, e disa i mira, ai hizmetçari e ka bo hazër. Edhe ai keta ka bo, ka ndodh për shembull, ka ndodh, e ka thonë leje je mekin dhe dil jashtë. Ç'të kanë bërë? A e bane po, leje dhe dil jashtë. Që ndodh plotve. Plot punojnë për restorana, musliman, e kështu me radhë, punojnë për firma të ndryshme, edhe ndodhin gjëra të liga. Apo a e prunë ti po? Tash. Si ka mundsi? Andaj tha alayhi salatu wasalam, fa innahu wali harraha. Aja ka një bezarmin e asaj, aja ka një erë, i ka shku aroma në hundën e vetë. Domthon, ajo është i lidh për atë haje. Ajo është i lidh për atë haje, ka thënë edhe ai e ka përzije. Ai ka mbledha letet, ai di çka ka shtia ti ushqim. Andaj ka thënë alayhi salatu wassalam, mos e refuzoni hizmetçarin. Nuk ka me marrë me hangër me punëtorin tambuk. Nuk ka marrë me hangër me argatin tambuk. Se ti e njeri a njeri. Apo ti me dek, hajtë të me të voros. Ti me dek i pari, hajtë të me të voros. Kush ka me të voros? Apo, andaj Allahu Gjellewala e bani Muhamedi alayhi salatu wassalam ndër modelet më të larta për trajtimin e hizmetçarëve dhe argatëve. Gjithashtu pejgamberi alayhi salatu wassalam e ka edukuar njërin prej sahabëve të vet në majën më të lartë të edukimin çështën e hizmetçarit. Tregon Ma'rur ibn Suwaid, thot e kam takuar Ebu Dherrin në Medinë mas vdekjes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe thot e pash e kish pas një hizmetçar. Ai hizmetçari vet i shkon i vesh si ky, si zotnia, si hizmetçari. Kjo sa kanë zakonshme. Patjetër do të mu dallu hizmetçari. Se kanë lënë mu vesh si zhvesh zotnia. Andaj Ebu Gjehli kur është revoltu kundër Bilalit, edhe Umej ibn Khalef, çka kanë thënë? Ka thonë çishbe, Bilali ka mu vesh si una, na nisojnë islama. Po, nisoj këne mu vesh. Jo vesh nisoj, a i ka me thirë e zanin, ka me dal imam, ti keme nejtë për masatina. Kështu? Apo? Andaj Harun e Rashidi, kër u bo khalife i muslimanve, ka qenë prej nipave t'Ibni Abbasit, edhe i veti ato o gjallarët edhe ministrat që i kishtë nga të vetës, edhe i tha, a me qëto o gjallarë shka pi përmenni, s'pi njo kush jam? Se o kanë njeri që i ka njo familje. Ka thonë për ma përmenni Hasan el-Basriun, për ma përmenni Ata el-Khurasani, Ata ibn Abi Rabah. Kush janë be qëto se s'pi njofune, s'po janë të arabëve. Apo atëre, cila ishte polizja që ja dhanë? Qëka i thanë? Thanë, o khalife, o prisi muslimanëve, këto arabët ja ka njësë të lasdruhe. E kanë lanë kërkimin e ilmit, e kanë lanë kërkimin e punës, se janë të i ba hizmet Kur'anit dhe hadithit. E i ka qua Allah dhe hizmeqar, pi persianve romagve, e kanë mësu Kur'anin, e kanë mësu hadithin, edhe janë ba o gjallar, edhe pi prinë muslimanve. E Allah u nuk ban padrejtësi. Andaj Omar Khattabi, radiallahu an, shkojnë një ditë në Mekë, mi përcjell guvernator të vetë, atë që kishte në punën e vetë, ishin në punës të Omerit, ama në vendin e vetë ishte komandant, kryetar. Edhe shkojnë në Mekë, tha kanë e kini këtu kryetar, aje dike kanë e ka, i thanë filani, biri filani. Apo, tha si jeni me ta shumë të knasht, edhe fillu me lavdruhe. Tha s'penjove ku shoki, aje njifte. A tha, i thanë, nëse e ki për qëllim për Arabëve, so për Arabëve ki. Nëse e ki, so është familje madhe. Atër e tha Umar Khattabi, radiallahu an, inna Allahe le jadau bi hadha l'Qur'ani aqwaman wa jarfa'u bihi akharin. Allahu me këtë Kur'an i rëzon do njerëzi edhe hip do tjerë. Ti nëse se njef Kur'anin, se njef hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, s'mund është më kanë prisi muslimanëve. Apo, s'mund është më kanë prisi muslimanëve në çka duçesh pretendosh. Ti në këtë dunja. Ti nëse njëri ti thua, unë jam doktor, pse? Se kabilja ime është shumë e madhe. Punë e madhe thon. Ti si doktor kur? Edhe më kon, edhe me pas babë babgjish doktor, nëse si e për një me doktor, s'bash doktor. Andaj çka thonë Khattabi, edhe nisi me kajt. Tha Allahu xhelalu ala me këtë Kur'an. Por ki e di Kur'anin, ç'a më bë? Rob, i ka dal guvernator i Mekës u ka. Kryetar i Mekës, radiyallahu anhum wa ardhahum. Andaj pejgamberi alayhi salatu wassalam e mësoi Ebu Dherrin kur e pa Ma'ruri, tha e pash me hizmetçarin e vet ishin vesh njësoj. Su kanë e zakonshme. Apo, por çemu ti më shku sot me një firmë, ku dush. Ti më një herë dallon shefin, rrall, përveç kanë ka mëshiru Zoti. S'mundesh me dikun s'e dallon. Se është tu punuaj si ta.
apo e ka veshjen modeste. Zakonisht e dallon, ka zyrën e veçantë, ka teshat e veçanta, edhe i ka çerrat e veçanta ai. Ai edhe ftyrën e ka të veçantë. Ai edhe mundohet e ke kur të japin dorën, të jap një copë dorë veç. Sa i dora me aprek aty dorën, di çfarë do të thonë? Çfarë do të thonë me ta prek dorën? Allahu alem sa dorën as i dorë ka me djeg xhenem. Allahu na ruaj nga zjarri i Zotit xhel xhelalu. Thotë unë u çudita. Edhe i thash, o e Badr, se veni soi ki izmeçari mu vesh me ti? Po ty ky ai izmeçar, ti je sahabe i pejgamberit alayhis salatu wasalam, e çka i tha e Budharri? Tha e patasha një herë në kohën e pejgamberit një rob. Apo e din rastin me Bulalin kur e ka shoh? Thotë patasha një rob. E pejgamberi alayhis salatu wasalam më tha mua, ja e Badr, e ajartahu bi ummih. O e Badr, a me nanë ke shoh? Një ditë për ditë janë kacafit Bilali me Ebu Dherrin. Janë rokë. Edhe mes fjalive kini pa njëzit, kur të hupin kontrolën, e dini. Edhe i ka thonë Ebu Dherri jo kon familjarë, kon pi arabve. Edhe pi fisit e Khifar. Edhe i ka thonë Bilali i rob, i zi. Edhe i ka thonë, hedz me se nanën e kitë zezë. Bilali kur s'ka ditë musha, se kon njëri modest, nuk ka pas kipo. Rob ka linë, rob ka jetue. Apo derisa ka liruar Ebu Bakr Siddiku. Edhe u ka mërzit në rregull. Ato sahabët që e kanë bëj kanë thënë ja e ngushtoi vallai njëri. I tha nanën e kitë zez. Edhe kur ka thonë thera Ebu Dherr, i ka thonë Ebu Dherr, shikoj sa më njëra ka vërtetu. A e ke shoh me nan? Që ta morë pojën piktina. Atë i ka thonë pojën solla. I ka thonë pejgamberi alayhis salatu wasalam, ka thonë ti kanë një njeri ala pas ke xahiliet. I ka thonë Ebu Dherr, ja Rasulullah, ala kiberin ala unë të kom plak gjahila? Ka thonë po. Shikoj Ebu Dherri është Ebu Dherri, a di që ke Ebu Dherri tash për t'ju tregu sa i madh, a më përmësam drejtësinë e do. Plus e ka shah Bilali. Pejgamberi i ka dalë sahabën për ditëve. Edhe i ka thonë, a ka dikush qef për juve me di që shukon Isai a.s. Isai, pejgamberi i Zotit. Kush s'ka qef? Mi pa pejgamber. E Isai, në emër të Isait, sot i kena 5 miliard njerëz në botë. E sa miliard janë konë më herë. Ndalash ama. Se njohin Isai alayhis salam. Se konë djali i Zotit, konë pejgamberi Allahu xhellu ala. Ka thonë, a ka qef dikush me pa Isai, që shu duk? Po. Atë ka thonë, po ja Rasulullah. Ka thonë këshirën e Ebu Dherrin. Që shtu duk këtaj. Shiko? E çiki njeri, kur e ka shah Bilalin, i ka thonë, o e Badr, alave ti paske të sokakit. Alat udhve të paskan me disa karaktere. A i tha, ja Rasulullah, move se plak. Qyshme musliman, plak, apo njëni thot, e ka për shembull 70 vjet, po 70 vjet mundesh mi pas 70 ignoranca. Edhe sa për njerëzit rritën mosh, po s'ndryshonaj. Ai thot që 20 vjet falna, po që 20 vjet falësh një karakter se ke ndruar. Që 30 Ramazane ja gjëron subhanallahu alazim, një gjunasën e lajna, një gjusën e ndalna. Pse? Sepse s'ta kalon shenj as namazi, as Ramazani, as vepra e mirë. Andaj veprat e mira duhet me shku në zemër dhe me punu dhe me dal në karakter. Pastaj i tha ikhwalukum khawalukum. Tha vllaznit e juve më janë këto. Bilali vllai jot. Kjo muezini jam vllai jot. Ora këto ka ardhur, thotim në Haxh Asqalani u ka drejtu këtë dhe shaka në rob, edhe i zbeqar. Vllazni më riki ikhwalukum khawalukum. Ka thon vllaznit e juve janë këta. Pastaj janë shërptor. Ai shërptori jot, ai punëtori jot. Mirë, para se më kam punëtor, as e ka lind nana. As ka dhaj ndjenja, as ka dhaj lot, as ka dhaj emocion, as ka dhaj gruje, as ka dhaj fëmi. Si ka mundësi njëri si hajvan me trajtu ata? Apo, s'ka mundësi, çka tha alayhis salam? Ikhwanukum, një vllazni i keni një herë. Pastaj i keni hizmeçar. Ai s'ka lind pi çille hizmeçariot. Jo me ka dal njëri një herë. Pastaj qashtu ka qillu ka deri me ti mu kon shef, njani mu kon shef, njani mu kon punëtor. Pastaj tha alayhi salatu wasalam, ja'alahumullahu tahta aydikum. Allahu ja u ka ba juve nën pushtet. Ha? Kush ta ka ba punëtorin punëtor? Kush i ka ba shefin shef? Allahu xhel xhelalu. Sa mos samo imaqim se aja? A e dini mbodh vëzër? Sa njeri 2 gram men si ka, apo 20 veta me magistraturi punojnë shërbim. Apo ai 2 gram men si ka. Ama ato nën punëtor këti ka, sa ai ka parë, i ka thua Allahu parë. Edhe shkon thotë, "Çfarë jam ai shkolluar me çto po? Bjem ashtu." Punoj çta. Bjem atjetër, ço. Do i dini?
E dini shumicët e posteve çfarë njerëz janë? O dy fjalë më si di oti. Ai dy fjalë nuk i di. Ai edhe letra i përzihet. Edhe atleti do lezoje, mos e thonë, ka dalë se ja huqe letrës. Analfabeta, ama ka poste. Kush e ka bërë atin post? E kanë bërë kush? Tha Allahu te bareke ve teala, Allahu ja ka vënë në durrë të juve. Allahu ja ka vënë në durrë të juve. Bilali, me gjithë ka në rob. Apo, pejgamberi sa mi ka thënë, o Bilal, i kum ni nallët e tua në xhennet. Rob. Apo, e ai çka ka pas rob? Ai shefi ka dek i vram luftën e Bedrit qafir. Që ka ba Allahu Gjelluala. O Rabi ka thënë, o Bilal, ka zonë me shka jetu bo, se jam të të një në gjennet. Më ka zoj Allahu, që e Bilali të e të gjennet. Ka zonë me shka jetu bo. Ka thënë, Rasulullah, si kitë muslima. Ka thonë vetë se kam një sejrë që i marë avdes, i fali 2 reqatë. Ka thonë, që kjo, Bilal. Kibi roba ma është në gjennetin Allahu Gjelluala. Allahu në vafi gjennet livi, ya Rabbel Alamin. Thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, Allahu ka vendos juve në shërbimin e juve. Faman kana akhuhu tahta yadihi falyut'imhu mimma ya'kulu. Ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasalam, kush e ka vllavin e vet, shiko, vllavin e vet nën hizmet, ai është hizmetçari vet, ka thënë le ta ushqeje pi asaj çka vet ha. Le ta ushqeje, çat ushqim çka e ha ti. Se harapët e kanë pas atë ushqimi çka e ha shefi, zotnia, i pari, se ha robi ata. Jo, marrë ti atë çka me diçka. Apo jo tha, hani pi asaj, jepni më hangë pi asaj çka hani ju. Dhe le të veshët pi asaj çka vesheni ju. Le të veshët pi asaj çka vesheni ju. Wala tukallifuhum ma yaghlibuhum, dhe mos i ngarkoni me punë çka s'mundun të bajt. Apo ja ka ngarkuar ai punëtorit vet, thot mama ke dyqanin në shtëpi. Apo a jam të majt, 10000 denar valla. Thot kush të jap sot 10000 denar? Munot me tall trunin e punëtorit. 10000 denar do të jam të t'i dhënë. Kush me ti t'i dhon 10000 denara? Ti ki me të hallijat me adhon dikujt 10.000 denara. Po jo, Allah ja e po. Ti e veç një zullumqar, kur gjatë qëtër. Ti veç prit me dekën me inë gjenem, që kaq. Sa prej shefave, thot unë e maj me buk, unë e maj me uj. Që e ma unë ti? Ti kusht ma ti e? E ti kusht ma? A i qëfar pikje dhe zëna vinë, pi punëtorve? A i qëfar deregjet ulta prej shefave, qëfar fjale, apo? Prej sharjeve, ofendimeve, apo? Si dush, thot që katë, si mos dush hec. A tjetëri vjen si kabadai edhe thot, o gjë s'po ka be punëtor të hajrit, se ki ka zbit për gjeneti ki shefi. Ka zbit për gjeneti dhe shtasë në gjenë punëtor të hajrit, apo? Me sa i datë punëtor, vëlla? Me 6.000 denar ta shtrydhësh për t'ja nxjerrësh takatin e funit, ha? Edhe ja mat minutin, ha? A thot, një orën e funit s'punon hiçki. Apo? Andaj njani u pyet edhe tha, pi shefave, tha, e thirin i dos të vetën i tha, këshiri këto punëtor të mi, që ish bahon këshe po punojnë. Edhe e thiri njani punëtorë, esë, tha, pse be bahon këshe po punon, dhe me këtive që tu maru që i tu punue. E i tha këti dosti tjetër, tha, sikur që ki marohet që na pagun. Apo, na shtirëmi që po punojna, sikur që ki shtirës që po na pagun. Apo, sikur ti që shta bajsh të bahot. Apo, e aj që ka paguhet punon. Apo, aj që ka paguhet punon. Andaj tha alayhi salatu vesselam, mos i ngarkoni çka s'bahet. S'mund të bëhet, nuk ka hajvana, janë njeri. Apo punëtori jema, skiti kur shkon. Allahu ja ka shkruajt këtë rrezikun, po vetë jetë fytyra e dikujna i nxjihet. Pastaj tha alayhi salatu vesselam, e nëse i ngarkoni, ki nevojë me ngarkuar, çka më bë? Je punëtori jem, atëherë tha alayhi salatu vesselam, fa'inuhum. Nimoni. Ni punë që s'e bën një njeri. Haram e kimi thon. Një punë që e bojnë dy njerëzi, haram e kimi thonë njanit. Hajsa shkush e be edhe njanit. E ka qelë njeri duqan, apo edhe munohet me një punëtor, ketë një sos, po nuk sosët me ketë, Allah. A njani e ka një detir, a tjetër e ka një detir. A ma ki thot, qishën e 10 roga mi dhana, apo, se këti nuk i del kur gjo, këtë dunjaj me adha nuk i del kur gjo. Po, 10 roga, atër hejtë gjithë shka në regull. E kjo është nërziloku, thale i salatësam, e nëse i ngarkani, ndihmojuni, nëse një punë e sosin 10 veta. Qështë ta sosë me gjunoj vetë? Si ta sosë a i mjeri vetë? Vallaj, shpesh në kohën punëtor thot, o gjo, kjo punë nuk bëhet me vetëve. Kjo punë bëhet për 5 veta. Apo do të ki kooperacijën e këtë madhe. Apo, e na, nuk të jena t'i unë gja pak kinezve. Apo Allah i shtonë në përmison të gjithve. Në kinë e lezohë një studim, që ka ndalë tash. Në kinë e di shka e në të bëhet të ndërrua lezë. Në kinë.
Se Kina janë ateista, qafirat të llojit më të rënd, s'ka si ata. E që kanë bë për me kanë se komunist do më thonë ekonomist Iran i përpik. Kanë thonë, pse me harxhu be vëlla? Allahu ju nderoj. I ashtitin shka e nxjerrin, e paketojnë edhe e shesin. Se ky shka e ka qit jashtitin e ka trupin e shnetshëm, kit vitamina ajo. Nuk jam duke kallzu pallavra, studime, hin lexoj, le pa ashitet e kshef. E na, kujna të të njësu, subhanallahu i ladhi. Kooperaci, shtridhje, po, dunjaja be e madhe, vallahi dunjaja e madhe. Na kena me dek, po, kanë me hangër mërda ata që ka kanë me armas neve, po, nuk ka baki kiameti, ja po. Mos i subon Covid zbat, edhe pak nuk bat. Mos i subon se disa e prunën kiametin kur er korona. Po jo, Allah e din kur bat kiameti. Shtriju, banu i gjallë. Andaj çka i tha pejgamberi alayhis salam nanës gryes Xhaferit, nanës së evladëve të Xhaferit. Po çish be, fukarallëk i tutësha. Jo be, s'ka fukarallëk. S'ka fukarallëk. Po pejgamberi sa mu tot pi tjetër shkaje. Fitneve, sprovave të cilat nuk ka përdijen edhe nuk ka përcejen. Kjo ka qenë prej traditës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që ka transmetuar Imam Muslimi nga pejgamberi alayhi salatu wassalam, nga Abi Huraira ka thënë alayhi salatu wassalam, lil mamluki ta'amu wa kiswatu wa la yukallafu min al-amali illa ma yutiq. Ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam, izmeçari, robi, argati, i takon me ushqye, i takon me vesh, edhe nuk e ka të lejuar me ngarku pi punës ka s'ka takat me e ba. Kjo është e drejta e punëtorit, kjo është drejta e argatit. Zgudzon beti me ngarku më shumë se sa munën. Hadithin e ka transmetuar Imam Muslimi. Gjithashtu pejgamberi alayhis salatu wassalam ka qenë i kujdesshëm edhe me izmeçart edhe argat qafira. E ka pas pejgamberi alayhis salatu wassalam një izmeçar jehudi. Izmeçar argat jehudi. Tregon se Enes ibn Malik radhiyallahu an, dhe Enes ibn Malik çdo puni ka përcjell shumë. A dini pse? Se vetë qenë izmeçar i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Vetë ka ditë se ç'kjo izmeçar, ç'kjo edhe ç'kjo i kanë mua kështu më radh. Thot Anas ibn Malik e ka pas pejgamberi alayhis salatu wasallam një izmeçar jehudi. Usmue edhe shkoi me vizitue. Ka shkoi me vizitu jehudi. Pejgamberi alayhis salatu wasallam, hadith që kanë dhënë Imam Buhariu. Edhe i ka shku te kryja, tu inet. Edhe i ka thënë eslim, pranoj Islamin. E ka pas izmeçar, u ka smu, i ka shku te kryja edhe ka pas që ka më ndroje. I ka thonë, hinë Islam. Atëre, këtë djali vetë e ka këshirë babën e vetë. Qëp i thëtë baba? Apo, e ka këshirë babën e vetë, nëmonë, s'ka pas takat. Edhe i ka thonë baba vetë, ati Ebul Qasim, sallallahu aleyhi sallam. Ka thonë, ngoje Ebul Qasimin. Ebul Qasim, Muhammedin sallam ka thonë. Ka thonë, ngoje Ebul Qasimin. Edhe e ka thonë shahadetin. Ashhadu an la ilaha illallah, wa ashhadu anna Muhammeden Rasulullah. A e ka ditë që o pejgamber, se e ka bo hizmet, e ka ditë që o pejgamber ki. Mirë po, baba, e më jehudit ram. E baba vet, Ibn Hajar al-Asqalani thot, pse i ka thonë baba djalit, thuje shahadetin vetë se ka thonë? Kanë thonë, sepse jehudit, sikletin e kanë me këtë dunja. Apo, e a jehudia, kër e ka pas e djali pi vdes, edhe e ka ditë se Muhammed sa më është pejgamber, ka thonë, ta psoj djali, bara. Unë ashtu sem të hi, ta psoj djalin të Zotit. Edhe i ka thonë, ngoje Muhammed sallallahu aleyhi wasallam. Thot Enes ibn Malik, dul i gëzushëm pejgamberi alayhi salatu wasalam dhe tha, alhamdulillahi alladhi anqadhahu min an-nar. Alhamdulillah, falënderimet i takojnë vetëm Allahu xhelalu ala, i cili e shpëtoi pezjarit transmetim nëpërmjet meje. Po unë u bona sebeb, apo çiko, ka shkuar ka vizituar. Izmeçare ka pas. Punëtore ka pas. Jehudi u kanë, me gjitha ta Muhammed a.s. ka të reguhe respekt të madhe dhe e ka pështua prej zjarit Allahu të bareke ve teala në ditën e kiametin. Gjithashtu pejgamberi a.s. ju kanë dhimbë shumë shërptor e vetë. Të regon e Abu Huraira radhiyallahu an, se pejgamberi a.s. e ka pas një hizmeçare që e ka fshi xhamien. E ka pas një hizmeçare që e ka fshi xhamien, ka qenë e zezë. Apo, këtu e zez, zakonisht, robërit ju kanë ardhur prej Abisinie. Kjo e zez. Kjo e zez e ka për qëllim se dhe Arab tanojnë ka e zeza, janë manzin, mazeshkan, për shkak se
domethënë atje temperaturat janë të larta, edhe domethënë dielli i rrok më tepër. E këtu e zezë e ka për qëllim domethënë nga vende të tjera jo të arabëve. Thot e fshinte xhaminë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e një ditë vdiq. U lajmëruam na shokët e pejgamberit alaihi salatu wasalam, edhe ja falëm xhenazën e varrosëm. Edhe një ditë për ditë pejgamberi alaihi salatu wasalam po thot, ku është kjo izmeçarja? Do të thon ka degë Rasulullah. Ka degë që na varros. Ka ardhur transmetime se pejgamberi në çato ditë u kanë angazhuar me disa punë më të mëdha, nuk e kanë shqetësu Muhammed alaihi salam. Pra, ka ardhur transmetim se sahabët kanë thënë e kanë bë dvogël punën e saj. I thonë tasghir li sha'niha. Don, halbesh tash, kena me kallzuna për këtë dizmeçara, vdiq e varrosëm shkoj ajo. Edhe pejgamberi ka thënë, ku është kjo? S'pe shoh te fshi xhamin. Apo atë ka thënë matet. Ka thënë ka vdekur Rasulullah. Kena përcjell ata. Atë ka thënë alayhi salatu wassalam, "Afala kuntum adhantumuni?" Pse s'm keni thirr mua? S'm keni thirr mua kur ka ndrujet kjo? Edhe sahabët ka thënë ja Rasulullah. Zmeçarën ne krytën punën. Atë ka thënë alayhi salatu wassalam, "Dalluni ala qabriha." Atë ka thënë ku e keni varros. E ka çutë vori ku e ka varros. E ka çuë, atë pejgamberi ka shkuë, e ka fal xhenazën. Pra, e ka fal xhenazën, edhe ka thënë alayhi salatu wassalam, "Inna hadhihi al-qubura mamlu'atun dhulmatan." Ka thënë alayhi salatu wassalam, "Çto vorra janë të mbushta me errësira." Taraf. Ka thënë, "Dhulmatan ala ahliha." Këtë që kanë mrena janë këtë dar. Ka thënë, "Wa inna Allaha azza wa jalla yunawwiruha lahum bi salati alayhim." Allahu ja ndriçon këtyre me lutjet që unë ja bëj këtyre. Pejgamberi ka shkuar izmeçarë muslimane e zez. Apo pejgamberi ka shkuar te vorri, ja ka fal xhenazën te vorri, edhe ka thënë, "Çto vorra këto?" Don pejgamberi ka kallëzuar se vorri është zi. Allahu inshallah na ndriçon me vepra të mira, edhe me namazën, me xherim inshallah Allahu xhelala i ban këtë që të shpëtojnë atë Allahu te bareke ve teala. Andaj në këtë hadith çfarë ka të ndëruar vëllezër? Hizmeçare ka fshi xhamin. E zez e kanë varros sahabët pa kallëzu. Pejgamberi ka thënë, "E pse s'e keni kallëzu mua?" E para. E dyta, ka vet ku oba ajo s'pe shoh. Ka disa njerëz për shembull, mos me të pa një muj, se kanë ngajla ata. Apo, se janë njerëz, pejgamberi më koni ndjeshëm. Një ditë vetë pas bauti kanë ku oba, po ku është ta shoh. Pejgamberi më koni shumë i ndjeshëm. Andaj ato ka thënë, "Ka truje ja Resulullah." E kena përcjell. Kjo çka argumenton? Argumenton se pejgamberi e ka trajtu njëri. Se ka kështu kjo izmeçar, është e zez. Kjo njëri. Kjo të Allahu që ka mundsi agjenet ligë, që ka Allahu pejgamberi i ka thënë, "Këto vorre janë të mbushta terr. Unë i ndriçoj me lutjet e mia, Allahu ja ndriçon me lutjet e mia." Me salavatet dhe namazet që ka fal pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Këtu vëllazë ka shumë mësime, por se koha nuk premton që ti përmeni të gjitha mësimet. Gjithashtu pejgamberi alayhi salatu wassalam i ka nderuar hizmeçarët e vet, argatët e vet, mëditësit e vet, derisa tregon Anas ibn Malik radhiyallahu an, thotë ditë për ditëve erdhi pejgamberi alayhi salatu wassalam te shtëpia ime. E nuk ishte në shtëpi post nana ime dhe tezja ime. Edhe tha pejgamberi alayhi salatu wasalam, "Qumu fa usalli falyusalli bikum." Tha alayhi salatu wasalam, "Ngrituni të falna me juve." Ta bekoje shtëpinë, ta bekoje shtëpinë e Anas ibn Malik. Thotë Anas ibn Malik, "Jo në vakt namazi." Namaz nafile ka fal pejgamberi alayhi salatu wasalam, thotë edhe u lut për hajrin e dunjas të ahiretit për shtëpinë tonë. Atëherë thotë u çu nana ime dhe i tha, "Ja Rasulullah, lutu veçantë për këtë djalin tim." Apo, shiko rahmetin nanës. Tha po, u lutë kështu përgjithësi për shtëpinë tonë, tha po lutu veçantë për djalin tim. E ka posë izmeçarën në Ibn Malik. Thotë edhe tha e mor pejgamberi alayhi salatu wasalam nga drejtës, edhe bani dua. Tha, "O Allah, shtoja mallin, shtoja evladin dhe banja të bereqetshëm." Shtoja mallin, shtoja evladin edhe bani të bereqetshëm. Anas ibn Malik është sahabia i fundi që ka ndruar jetë pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Çka izmeçari. Sahabia i fundi që ka ndruar jetë nga sahabët e pejgamberit alayhi salatu wasalam. Sa evlad i ka pas? Sa evlad i ka pas? Tash me termat tona këtu, kjo llogaritet një lloj diskriminimi, apo? A gjen kin mund me të vrarë për këtë punë. 120 evlad. Pejgamberi sa më ka thënë, "O Allah, shtoja evladët, shtoja bereqetin kësaj shtëpie, 120 evlad."
radhiyallahu an. Apo ja kanë numëruar. I ka thonë njefmini se i ka me vladet. Apo ushtrin veti radhiyallahu anhu wa ardahu. Këtë kjo me bereqetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Hadithin që e përmendëm e kanë nxjerrë Imam Buhariu dhe Imam Muslimi. Gjithashtu pejgamberi alayhi salatu wasalam ka qenë shumë i kujdesshëm që mos t'i haron hizmeçar në një nevojë që e kanë. Tregon Ziyad ibn Abi Ziyad nga Fisi Makhzum, thotë se pejgamberi alayhi salatu wasalam nëse ka pasur një hizmeçar apo hizmeçare argat, thot gjatë ditës e kemi dëgjuar duke i thënë eleki haje, o ti hizmeçari ka thënë, o vlla, a keni nevojë me ta kry? E hizmeçari ka thënë, a keni nevojë? Ju, a keni nevojë? T'ja u kryna. Kjo çka argumenton dhe zot? Për kujdesin e lartë. Apo, e çka i kushton për shembull zotninjës, çka ka punëtor, mi thon punëtorëve vet, a ju të mujtë me baball? A ju mjafton me kjo rrogë juve? Apo, a ju vetëm me këshillën tonë? Supimri unë këtë punë. Pa jenaldën jarë mi thonë punëtorit, o vllai dashur, Allah i veç problem se një me paguash këtë në rregull, mirë po, a mundesh me mi dalë në qosh, se i di që edhe ti ki e vlat. A mu ja del mujti ajo? Apo e mantim peng punëtorin me ankesa, që ai mos muje me fol. Apo që është e një orë, puno ma shumë që ta bleje shefin i kërë matë mirë. Puno ma shumë se shefi, qka të vojën me këtë kera, jep një zorë pak ma shumë, veç ki, du të mi bot të avaf shefi. A je mirë të shef po, s'ka lidhe. Na desmi sa më rëndësi, ti jesh mirë. Po nalu njerë, shkove mëse i ka nalë nga të nakive të një nevoj. Nakive se njeri i dhe ti. Njeri i dhe ti. Sa nevojat i ka njeri, subhanallah i ladhim. Sa njerëzin nuk mune me e kalu muin. Shefat e zotnit nuk intereson. Edhe gjithmonë e mbajnë në presionin, s'ka, që e kriz. A që të rishta që ja bon gallë në Ukrajinës. O gjodhët, a dihiq këtë aspekt që ka? Maja gallë ti, maja. O dhe zë shkarkoj për piktin e gallëve. Shkarkonu piktin e gallëve. E që ta është Ramazan? A e ke diti që e mënin që këtë Ramazana? A di sa njerëzina e kina për cilë para këti Ramazan? S'janë ato si vjen. Allah i mëshiroft musliman për tëne. S'janë ata. Ti prap poha, sa apo gjuhët, rribet e një ditë, se kete njofë me ka një dikan që ka punon në higjienën komunale. Vete me këshire që ka të thojnë. Unë i kumpit. Sa ka be malë? Vallaj o gjithë thot, bereqet që gjuhët, taze. O gjuhët. Frike të gjoha. I blenë 20 buk 15 i gjuhën. Mos shka a gjërushëm ti në market, mos shka a gjërushëm. E ku e fukarat? Andaj pejgamberi alayhi salatu wasallam kërkonte që ti dit, a kipi doni nevoja, mund shme ja dalë kështu me radhë. S'kushton ku gjao me vetë nëse ki mundësi me ndihmuar. Gjithashtu pejgamberi alayhi salatu wasallam prej përkthjeljes së mirë që e ka pas ndaj punëtorave, e ka pas një hizmeçar, e ka pas emrin Rabi'atu ibn Ka'b al-Aslami. Hizmeçar e ka pas. Dhe këtu nëse thot dikush, ky hizmeçar ai hizmeçar, atëherë ta drejtojnë këtë punë. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam vetë ka shku njerëzit kanë thënë po du mu të bëj hizmeçar. E mi qarë? Pejgamberi sallallahu vetë kanë shku njerëzit. Nëse njani për neve këtu shë analfabeta, 50 hizmeçari ka rreth i sillën, a i zdit dillafe me i thanë, nge lafshana për shkolla, e pastaj i kanë zanë tenderat e muslimanve, nëse a i 50 vete a i rrinë me kërë, që ka thu për Muhammed a.s. A dhe mësëllin e vezvesit me jarë, se shumë hizmeçar pas ka pas. Kjo kanë zotnia i njerëzë, Muhammed a.s. Sa shkavi ka hizmeçar. A dhe mësë shkuje me një, thotim në Hajës Skalani, njës vetë kanë shkue. A dhe të Rabia, që ki hizmeçari, thot, a e ditë sa u gëzojsha kërë më thojke, sos për shketë punë. Sos për shketë punë. Do, që të njajën mi adhamë, pse? Po konë ndërë mi bo, ndërë Muhammedi s.a.s. Sfar ndëri, nëse kena pas atë fatë, që ti, Irakli i Romagve, kërë ka që letër që i ka thonë, mu kanë të aja loj kamët, qimët, uji, ka qenë njani prej Arabve, më ma vole ka prunu Islamit, Mughira, luftën e Hudejbjes, kërë ka shku me bom bisedime, me pejgamberin s.a.s. Edhe i ka nejtë sahabët për me shpata, edhe e ka nrujt Muhammedin s.a.s. Edhe, që ka ndonë? Kër a qupe mësëm me mor abdes, se ka lanë me ra uj hiq. Për mësëm kër uj si ka lanë tok hiq. Ketë uj, për shemë, kër ka mor, nese për mësëm nuk e ka shlu ujnë si që shlujnë ana.
neve sa del një boljer. Jo. Me një gotë ka morë ujë, për mësëm, abdes, me një gotë. A me një enë, shishe, u ka borë, gusin ka morë. A bo, njani, e dini si del. A qëtëri thot, o gjadhen ujë kur hinë në lumë, a ka gusun. Ertë, ka një hoqë, Ibn Aqili, Ibn Aqili, i ka shkujt 800 vëllime libra. A bo, o ka njeri shumë i meqen, ka bi Hanbelive. Edhe ka arë njeri ka thonë, o hoqë, e kam një shok, në lumë një ratë, ka thonë hina në lumë, edhe i thomë ati, merë gusën edhe u kry. A thotë, jo, kam vezvese. Edhe ja ka pru hoqës. Ka thonë, hoqë, shpegoja. Ka thonë, për një metë, ti ka thonë, ti s'ki gusën. Ka thonë, pseve, qysh, a e ka di që pi hoqës e ku morë që ka gusën, gjitha ju islalë. Ka thonë, ti ka livrit me një, ona. Nëse njeri i nuj, komplet, apo, edhe prap, ka vezvese, apo, nëse këta pse për përmejnë dhe zë, se i shojmë i pipitjeve. 7 herë e lëndorë, thot, ja, se kam la mirë, apo. Allah, për e mësëm ka morë me një herë abdes. Me një gotë uj. Provoj të shpia, është sunet. Provoj të shpia, mushe një gotë uj. Apo, që është më shkomi thonë, me ma matë madhe, gotë uj të vogël. Merët vogël, provoj me morë abdes. Qështu ka morë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Kur ka morë abdes, si ka ra, uj. Apo, edhe nuk ka ra do një qime për pejgamberi sallallahu për mjekës, apo për flokve, vetëm se kanë morë sahabët. Se koni berqet që në trupi tina, alayhi salatu wassalam. E ki Mughira e ka këshirë këtë punë. Ka thonë këshirë në kumë hina për mbretni, kumë hina për shefa, kumë hina për sultana, i kumë pa one. Kur s'kumë pa respekt dhe nder dhe bindje për njerëzve ndaj perandorit vetë, ndaj mbretit vetë, ndaj të parit vetë, si shokët e Muhamedit alayhi salatu wassalam, ndaj Muhamedit alayhi salatu wassalam, edhe i ka përmend çdo punë. Nuk i bike abdesi. A di çfarë do të thonë be, çfarë dashnie do të më kanë ajo dashni që ti ku të morë abdes, ti kur merr abdes mos me tra ujë. Hiç be ujin tok. Kështu ka qenë dashnia e sahabeve ndaj Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. E dëgjoni tash Rabia çfarë tregon. E qenë hizmetar e Muhamedit alayhi salatu wasalam. Po ditë bujtat e pejgamberit alayhi salatu wasalam. Edhe ja pruna nevojat e veta, ja pruna ujin për me marr abdes, edhe një natë për natëve më tha sel. Shikove, tha lip tash të diçka. Gjatë këtë hizmet, lip diçka. E ai nuk i ka thonë ja Rasulullah, një shpibe, kjo qatia do të me ndruhe. Apo, jo, shikoni. Ka thonë, ki ka thonë, es'eluke murafaqateke fil gjenne. Ka thonë, a me lip? Po lipi tash. Ka thonë, du mu kanë gjennet kujshi me tije. Shiko, për mësami ka thonë, lip për kësaj dunjave. Lip të thonë, i të mbaj izbet të ta kryje. Tha, po du mu kanë gjennet kujshi me ti, fëqin me ti. I tha për mësami, jo be diçka tjetër. Gjennet kujshi me Muhammedin sallallahu alaihi sallam. O dhe zë në gjennet veç me eshtije trupin, Allah në mundsof të gjithve, a begatia ma e madhe. A dini i funi që ka i në gjennet, sa ka në gjennet? Sa dhët dunjaja. A njani për neve s'fol me vlajnë e vetë. Pse? Se ka bijgjik një ka zonë. Apo? A dhe shumë zullumgjare kam vlavin të tune. Shfar zullumgjare kime dhe të ka zonë? Po edhe në ta fazam. Po lejeve subhanallah i ladhim se s'kushton kur gjo. Dunjaja e madhe, vallahi dunjaja e madhe. Njerëzit, a i di sa kanë lanë toka këtë dunja, si kanë morë me veti. Apo? E shka i tha kë njeri, tha, Rabia i tha, ja Rasulullah, kujshi me ti në gjennet. Atër i tha, lip diçka tjetër. Tha, vesh qëta, ja Rasulullah. Më thave lip, lipa. Po lipi mirë. Atër i tha për nga mesam, atër një mom me sejgjdet shumë ta. Më ka me lutë Allah me më pas ti mu kujshi në gjennet. Allah në mësrof me pas për nga mesam, kujshi në gjennet, ja Rabbul Alamin. Mirë për shej ka thonë, atër një mom, se kjo, vej për e madha tësh. Qëka i tha? Një mom të bo sejgjde shumë ban sejgjde, apo? A qëtë i thotë, po ama, ki imami jonë tash, a i disa pesgatë të gjërë sejgjden. Po ka mundësi bash këshi me Muhammedin a.s. Apo, shpina o gjë, jo se ti shka. Pa i shpina ku e ke prish, sigurisht se ke prish namaz. Sigur se ke prish namaz. E nëse të prishet namaz, që përblenë Allahu Gjelluala. Apo ti e ke prish ku me ditë një firma tjeta është jale fajet imami. Ja, si ka fajet imami. Apo, po duro pak sabër. E ku më në Ramazan, subhanallah i ladhim. Apo, ki imami këtu për mi 4 herë po thoj këtë subhanallah i ladhim. U ka dole vëllasës. Apo,
njani që ti, me dalbi që ti njani me thonë, o gjë që ti njani kë ka ti dhënë ka 500 euro për si cëllin që ka orë xhami. Arri me vazhdu tash dërsa jo. Arri. Pejgamberi sa më shikoj që ka thonë hadith. 2 rekate të sabahit. Sunet, jo të farzit. Sabahit, sunet që ka i fal para sabahit. Ka thonë janë më të mira se dunjaja edhe shakon ta. Më të mira se dunjaja edhe shakon ta. Jo sa dunjaja. Më të mira se dunjaja. Unë jam i bindur. Do këtë shembull e kam plot me dietarëve. Çdo sabah mu kanë që shpërblehet njëri ka 5.000 euro. O vëzë 5.000 euro te Allahu s'janë kur gjallë. As 500.000, as 5 miliard. Me kanë që çdo sabah ka 5.000 euro. A mund hi imam i deri këtu? A mund vel? Mos un vel ai thon, çeçë prit i marrë të mijat mos aneti hi. Apo a mund vel ai smunët me ardh. Pejgamberi ka thon po jo me 5.000 joti. Ma shumë se sa dunjaja. Jo, ma shumë, sa janë këta? Ka thonë ma shumë se dunjaja dhe qka kanë ta. E qka kanë ta, qka s'kanë ta. Ama Allahu Gjela ka përgatit për robrit e tina diçka më të madhe se sa ajo të sën e garoj njerëzit. Gjithashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam hadithin që ka transmetuar Imam Ibn Majah nga Abdullah ibn Omer radhiyallahu an, pejgamberi alayhi salatu wasallam në hakin e punëtorit dhe modicit dhe hizmeçarit ka thënë alayhi salatu wasallam a'tul ejira ajrahu qabla an yajiffa araquhu, ka thënë alayhi salatu wasalam, jep jani punëtorit, këtë hadith apo është e njohur në mesin e muslimanëve, jep jani punëtorit shpërblimin e vet para se më u tha djersa. Para se më u tha djersa. Ka thënë dietarët, pra minni ersat ta krye punën, jepja hakin. Apo jepja hakin. Në të kaluarën hakin e kanë marrë ditore. Apo deri frek tash i kanë ndryshuar këto me mujore, në të kaluarën i kanë marrë ditore. Pse? Qase nuk kanë bë plane, tash kjo planet që i kanë ka 50 vjet, ka ardhur prej komunistave, nuk ka ardhur prej muslimanëve. Dëgjoni këtë hadith, ndër hadithet më shtrënguese mbi çështjen e hizmeçarit. Ka transmetuar Imam Buhariu nga Abi Huraira radhiyallahu an. Ka thënë pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam, thot Allahu te bareke ve teala, thalathatun ana khasmuhum yawm al-qiyamah. Thot Allahu Jelle wala, me 3 njerëz jam hasëm në ahiret. Allahu Jelle wala. Hadith e ka thënë Imam Buhariu. 3 veta thot Allahu Jelle, i kam hasëm në ahiret. Çfarë njëri do të më kanë ai që Allah i bëhet hasëm në ahiret? E tash kush oki? Dëgjoni. I pari, ka thënë alayhi salatu wassalam, thot Allahu Jelle wala, rajulun a'ta bi thumma ghadar. Ka thënë alayhi salatu wassalam, ka thënë Allahu Jelle wala, një njeri që Allah e ka hasëm në ahiret. I pari ka be dhe ka dhanë në emër të Allahit fjalë, pastaj ka tradhtuar. I thu dikujt në emër të Zotit diçka, në emër të Allahut, ta kryj këtë punë. E sosi këtë punë. Rri rahat. Allahu po ta jap fjalën. Edhe mos e kryj. Ka thënë Allahu ja, as çket njëri kam hasën në ahiret. E kanë ka dietar kanë thënë, çto 3 këtë në xhenem. Këtë në xhenem. Pse? Sepse të tërat e kanë këtë shpërdor emrin e Allahu xhelal dhe hakin e njerëzve dhe kanë shkel. I pari, në emrin të Allahut shkel. Të na e keni pa, valla billah talla. Po di çka të thonë, valla billah talla. Valla tjetri, çemo njerëz që kanë gol. E shat materialin, e shat materien e vet, e shat artikullin e vet. Ai thot, kjo veturë valla, a në rregull, valla billah talla, vetë se si thot pi fabrikës a dol. Apo e pastaj ju e dini çka ndodhi problemi. Apo e pastaj thot ndroje numrin. Një numër tjetër. I ka hasur numra për më ndrua. E ku është Allahu? Çi ban ben Allahu xhelal. Po sa më kanë ndaluar me pa bekur ti shat edhe blen. Se ti çish mundesh me ti për domatet e tua me menu Allahun mes aty. Vallahi disa të mira janë. Si ka mundsi me ani thuj të mira janë rregull këtë nga von. Ose thuj ku e di va janë të mira, unë i mora pi bash, çish kanë ardhi, munoj mu largu për vërtetësisë. Mos e nxjerr Allahu xhela përpara. E dyta, ka thënë pejgamberi alayhis salatu wasalam, ka thënë Allahu xhela wala, i dytë që Allah e ka hasëm në ahiret, është një njeri e ka kap një njeri tjetër të lirë, edhe ja ka thënë njëri, ka thënë çe bleje që ta përhis me qarë. Po ta shes. Ajo i lirë, kjo e ka shit. Kjo është hasëm për Allahu xhela wala. Ka thënë dietar, çu kjo, në të kaluarën i forti e ka kap njerin, apo marrë bleje. Marrë bleje. Shme blejër. A dini që kujti ka ndodhë kjo? Selman el Farisiu. Selman el Farisiu. E ka në bëhë hizmeqarë me zorë. E ka kap njëri,
e ka marrë me veti, edhe ka dalë në pazar, ka thonë, kush me vlembe? Ka thonë, a rob, po, gjë roba. A i liru ka, e kanë bërë rob. Derisa u ka liruar në kohën e pejgamberit alayhi salatu wasalam. Dhe i treti, kush është i treti? Ka thonë alayhi salatu wasalam, edhe një njeri e ka marrë një punëtor, istajara ajira, e ka marrë një punëtor, e ai punëtori ja ka dhënë hakin punës. Fastawfa min, e kjo është i kënaqur për punën që e ka bëj. Wa lam yu'ti ajra. E ky pasaj se ja pagën. Allah e ka hasëm që këtë shef në akhirat. Ti e ke morë një punëtor, ta ka sos punën, edhe në fund i ke thonë, e të stash, apo ja ke hangër hakin, me Allah u ki mu pëllafaqua në akhirat. Hasëm e ka Allah u gjëva këtë njeri. Ati në kanë zirë imam Bukhariu nga pejgamberi sallallahu aleyhi sallam. Tjetër prej respekti që ka thonë pejgamberi aleyhi sallatu sallam izmeqarve, ka shumë, nëse në mund sallallahu gjëva ti përmeni disa prej rasteve, tregon Aisha radiallahu anha se një ditë për ditëve vjen një njeri dhe ankohet të pejgamberi alayhi salatu wassalam. Çka ankohet? Thotë ja Rasulullah, inne li memlukin, kam do rob, kam izmeqarë. Apo ka thonë shpesh më rrejnë, më gënjejnë, më tradhtojnë edhe së mëgojnë. Më rrejnë, më tradhtojnë, së mëgojnë. Ka thonë e unë i shaj edhe i ngaj me shuplaka, o dëribohëm, edhe i godas. Qyshe kam halin une? Te Allahu Gjelluala, qyshe kam halin? I ka thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam, yuhsabu ma khanuke wa asauke wa kadhabuk wa iqabuke iyahum, fa in kana iqabuke iyahum bi qadri dhunubihim kana kifafan la laka wa la alejk. Shiko për mësëm, ka thonë në akhirat mirët në hesap. Mirët hesapi, çka të kanë gënjë, çka të kanë tradhtu, çka të kanë ngue, edhe i vnohet sa e ka që kjo dozën, masën. Ka thonë edhe merët që ki ndëshkimi jo çka e ke ba, edhe vnohen peshore. Si t'jem barabar, as për ti, as për ata. As ata s'kan mbi ty, as ti mbi ata. Ka thonë, e nëse ndëshkimi që e ke ba ti, shuplakët që e ke dhonë ti, janë nën gjunat e tëre, atëherë kene fadlen lek, atër ki për parësitin dhe e tëre. Dhe nëse ato ma shumë të kanë trahtu, ma shumë të kanë rrejt, se sa ti se e o kem shuhe, apo, atër ti i e më për parësi. Ka thonë, e nëse është nën këta, ato të ma pak se sa ti shë i ke godit. Ka thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam, iqtussa lahum minke l-fadlu, atër i mirët haqit për tyje ju je për të të në. Sa ka rrejtë ti ma shumë e ke godit se sa aj që ka rrejtë apo të ka trathu apo të ka ngue, i merët haki. Thot Aisha, fetanahar rëgjull, u largu ki burri edhe filloj me qajt. Ama filloj me qajt me zanë. Ka thonë komentator, sigur e ka një që ma shumë ka shpulla se sa rrejna. Apo? Edhe ka njës me qajt. Pse më ka thonë, pse po kanë? Pse po kanë? Une nuk thash tjetër posa që e ka zbitë Allahu në Kur'an. Ka thonë lexoje fjalën Allahu në surën Al-Anbiya, ajeti 47. Thot Allahu xhallahu ala, wa nada'u al-mawazin al-qista li yawm al-qiyamah. Thot Allahu xhallahu, ne në ditën e Kiametit i vnojna peshorët e drejta. S'ka ditë zullum. Allahu na ruaj nga zullumi dhe padrejtësitë. Ka thonë atë ditë i vnojna peshorët e drejta. Fala tudhlamu nafsun shay'a. Atë ditë asnjë shpirtit si bëhet padrejtësi. Kur gjë hiç. A ke hizmeqar, a ke zotni, a ke punëtor, a ke argat, a ke kushdo ke. O dhe zërë, a ditë mirë më logari pengambert, alayhimus salatu wassalam. Allah i vetë pengambert, si a keni bëhu me detyrën e juve. Thotë Allahu te bareke ve teala, wa in kana mithqala habatin min khardalin atayna biha wa kafa bina hasibin. Thotë Allahu xhelalu ala, edhe nëse është sa kokra më e vogël, e faras, çka gjuhet për mu mbjell, na e bina edhe ata. Thotë Allahu, mjafton që na morën llogari. A i hikë Allahu xhelalu ala diçka? A i hikë Allahu te bareke ve teala diçka? A i diçka prej qelizave, atomeve, protoneve, neutroneve, si i kur gjao, subhanahu wa ta'ala, a i ka kriju dhe a i din. A dhe i thali i sërëzëm, pse po kam ki? Pse po kam ki? Unë e veç që e lezova, ajetin. Atëherë, kë njeri unë ardhe tha, wallahi ja Rasulallah. Atëherë, pasha Allah ja Rasulallah, unë e s'pas në zhidhe me këta. Unë do të dështoj në akhirat. Atëherë, da veç një zhidhe e pas në. Ti liroj ketë. Apo, ti liroj ketë.
Edhe i tha, ketin i të lirë, keti ka liruar. I ka liruar për hitë Allahu te bareke ve teala. Apo, edhe për nësam, e ka miratu këtë vepër. S'ke bo pare qka. Nuk rritet se, në mund tash, a do me pësu për zullumi po, liroj. Edhe ka miratu pejgamberi alayhi salatu vesselam. Gjithashtu pejgamberi alayhi salatu vesselam, ka treguar Abu Huraira radhiyallahu anhu se ka nxjerrë Imam Buhariu, ka thënë alayhi salatu vesselam, kush e akuzon argatin e vet, hizmetçarin e vet me zina, argati i dopt se merr hakin. Apo ti e ke zon ngusht, thot pejgamberi alayhi salatu vesselam, yuqamu alayhi al-hadd yawm al-qiyamah. Kam gjikoset në akhirat anjeri. I vendoset dëshkimi në akhirat illa an yakuna kama qal. Veç nëse është ashtu siç ka thënë. Nëse e ka akuzuar hizmetçarin me hak, në rregull. Po e ka akuzuar pa hak. Ai s'e ka marrë hakin e vet? Apo ku e merr hakin? E merr përpara Zotit te bareke, përpara Zotit te bareke ve teala. Gjithashtu pejgamberi alayhi salatu wasallam ka thirrë që tolerohet hizmetçari shumë. Tregon Abdullah ibn Omeri. Ibn Omeri, se një njeri ka ardhur te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam edhe i ka thënë: "Ja Rasulullah, unë e kam një hizmetçar, mban zullum. Mban zullum, ata goditi. Domthon, e përmendën shpesh traditën edhe karakterin e arabëve. E pëmson shujti gjatë. Kjo përsëriti. Tha ja Rasulullah, e kam një hizmetçar, mban zullum, edhe sumgon, ata godas. Ti më shoj shuplak." Atare pejgamberi nuk u përgjigj. Mandej pejgamberi alayhi salatu wassalam çka i tha? Tha jo. Tha a'fu anhu fi kulli yawmin 70 marra. Falja hizmetçarit ta gjatë çdo dite 70 herë, 70 gabime. Apo 70 herë. E tash njërin e ti numëroje. 70 herë. 70 gabime punëtorit. 70 gabime të lehta. Jo, nëse ai nuk është i Zotit, as e puna e mesele tjetër. O nëse vao gabime të lehta, që se dëmtojnë tërësinë e punës, nuk e dëmtojnë ti prap në foni e i knash, ti thu puna u ka krye. Po ti tu ka prish diçka qefi, s'osh miliard me mor hujum, apo kjo vlen edhe për evladë dhe për nipa dhe për krejt. Andaj tha alayhi salatu wassalam, falja 70 herë në ditë. E kanë komentuar disa dietar 70, disa kanë thonë shumë, fale shumë sepse ai është hizmetçari e jot. Gjithashtu pejgamberi alayhi salatu wassalam ka treguar Enes ibn Malik radhiyallahu an se pejgamberi me hizmetçarin e vet u kon shumë i but. Tregon Enesi radhiyallahu an, thot kur u bona hizmetçari pejgamberit alayhi salatu wassalam, thot isha shumë i vogël. Isha shumë i ri. Thot edhe kisha shef me lutun. Apo kisha shef me lut. Me lut me njerëz, me fëmijë. Thot edhe një ditë për ditëve, thot pejgamberi më tha, a e ke kry, shko kry ma një punë. Tha unë e thash me veti, domthon ja kry ma vonë. Apo? Ama tamam. Edhe thot, çish ka shtu lujt veç merr prapa pejgamberi alayhis salam. Edhe më kapi dhe më tha ja Uneis, e ka përkthel. Ai ka imin Enes, i ka thonë ja Uneis. O Uneis, as ma ke kry punën a? Tha i thash ç'e tash ja Rasulullah. E tash neve më na thonë se tash e dini pastaj. Po i ka thonë, thot dhe s'kum pa dorë ma të butë se të Muhammedi s.a.s. Apo e ka kap ka dale. Ka thonë o Enes, as ma se punën a? Thot, kur së më ka thonë uf. Që kjo uf, a di për ka ganar? Për prindër. Allahu gjitha thot, ola të kullehuma uffin. Mos ju thuj prindëve uf. Uf, a i dini kërito? Uf, mon, zegjaran. Kërito, jam bezdis për tije. E thot pejgamberit sa kur s'm ka thonë mua uf dhe kur s'm ka thonë për diçka që kam thoj ke bane e unë se bajsha se ke bë. E kur s'm ka thonë diçka që mos me bë e unë kum bë pse e ke bë. Thot derisa më çortoi dikush pit mëdhojve të sahabeve edhe i tha o Enes ngoje mar pejgamberin sa ke gripunën ja ke gripunën ata i tha më sa leje ti shkon kader ish sos. Çiko ti shka, a i mu pas kallë mësosa. Shumë, njëri thot, ka pas me marë mund 3, po që s'ka arë? S'ka arë, qa me botash? A i ti shka në kader kish arë? Po, masit sosët kaderit, dush me thot, ti shka në kader ti sosët. A para kaderit munoju me sos punën. Ti munoju me sos punën. A kur ndodhe mo, shumë, ti ndodhi shka, ndodhi fatkeci, shuj mo.
Ban istighfar, ban fal e kështu me radhë. Andaj thot Enes ibn Malik, kjo ka qenë trajtimi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ndaj hizmeçarëve të vet. Edhe me këtë e përfundojna. Tregon Ebu Mes'ud el-Bedri. Apo thot se pejgamberi alayhi salatu wassalam e ka pas të urrejtur me errej robin. Thot Aisha radiallahu anha, ma darabe Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khadiman lah wala imra'atan wala darabe bi yadihi shay'a. Hadith se ka zeli Imam Muslimi. Ka thënë sallallahu alaihi wasallam, thot Aisha, kur pejgamberi sallallahu s'ka çuar dorë mbi hizmeçar e as mbi gratë e veta. Apo kur s'ka çuar dorë mbi gratë e veta. Kush e ka kuptuar ajetin më mirë, godit në gratë e juve? A pejgamberi sallallahu më mirë a njëri që ja e zëvetë goxha burr, apo thot e diun se çesosi punën. A di çka burrni? Me shumë me sos punën pa e marrë shkopin hiç. Kjo burrni e madhe me fjalë. Apo e kur tranon fjala, s'ka nevojë me marrë shkopin. Kur tranon fjala, fjalën e rand. E çish me bë fjalën e rand kur fol pak. E kur shifën punkt se e ki fjalën tran. Apo a disa njeri fol, po njerëz nuk e kanë mendën pse? Don fol me vajs se ka fjalën e rand. Nuk ka dikush që ka fjalën e rand, se e ka jetën e rand, e ka jetën e urtë. A do të thotë kur s'ka godit pejgamberi alayhis salam dhe kur s'ka ngjujt me dorë me dikant sallallahu alaihi wasallam. E dëgjoni tash këtë rast që e tregon Ebu Mes'udi. Thotë kum pas një hizmeçar. Thot edhe një ditë për ditë e mora thot një sot një lëkur. Do të dhe im shojsha. Ata që shtu hënkon. Edhe thot e goditësha. Thot edhe ardhi njëri për mas, thot unë isha shumë nervoz. Thot edhe më tha diçka, thot unë veç e nita i'lem ja Ebu Mes'ud. Dijo Ebu Mes'ud, ma në tonë se nita. E kom për nga mësëm për mas. Thot edhe unë e vazhdojë. Apo? Po goda, se keni pa da kur e hupi kontrolën mo, Allahu alem. Kur këthejë dhe taj. A duhet me intervenu me njerëzi. Atër tha, e gjujta shkopin, edhe kur e pash Muhamedi sallallahu alaihi wasallam pi për mas. Çka i ka thënë? I ka thënë, se me ka pas tradit me e përsërit fjalën, e ka përsërit. Ka thënë dije o Ebu Mes'ud, nuk ka i Ibn Mes'udi ki, tjetër sahabi. Ebu Mes'ud el-Bedri. Thot, më tha dije o Ebu Mes'ud se Allahu a më i fort mbi tyje se ti mbi ket. Edhe një herë. Allahu a më i fort mbi tyje se ti mbi ket. Ti shka mundesh me bëj me çarit? Rrejnë. Edhe në fund thu prit pushoj pak. E Allahu xhelalu kur ta shtihen dhe kanë xhenem, nuk thot prit pushoj ndonëse pak se u lodhëm të djeg. Po ju thot Allahu xhelalu banorëve të xhenemit ikhsa'u fiya wala tukallimun, shuni atë dhe mos më falni hiç. Mas 80.000 vetëve Maliku, kujdestari i xhenemit, tu kajt banorët e xhenemit, i thonë o Malik, thuaj be Allahut na liroje pak, të morna pak frim. Mas 80.000 vjetëve ju thot, mas 80.000 vjetëve ju thot rrini aty kur s'keni me dal për qafirat. Shiko, Allah nuk lodhet Allahu xhelalu ala. Allahu krijon dhe nuk lodhet. Andaj çka do Ebu Mes'ud? Po besoj Allahu mbi ty e më i madh. Thot Ebu Mes'udi, thash vallahi kur mos shoj dorë mbi njëri. U kri. Kjo ka qenë prej traditës që minja ka u kri. Këta kanë trashëguar prej traditave të arabëve. Pastaj ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, mas kësajna Ebu Mes'udi ka thënë, ata liroj ja Rasulullah. Ata liroj tash, domthon ta drejçi punën e ka liruar. Ka thënë shkoj je i lirë për hir të Allahut te bareke ve teala. I ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam, o Ebu Mes'ud, sikur mos ta kishe liruar, të kish kap xhenemin. Ka thonë emma lau lem tef'al lelefahat kënar me ba mos me paslue gjithë këtë qytek jadhave, të kish kapa jo flaka e gjenemit ngrej. Nëse në gjenem të shënemi për me shpiku gjenemi ka loje të ndryshme të zjarmit. Apo dikush djegët me atë lefhan. A di qëna lefha? A di zjarri kur kalët? A di në ati lartë që bëhat një lojë në gjyre e veçan? Apo jo flaka, aty nalë. Jo mrejnë atje në zjarë. Ka dikush djegët me ata. Andaj mësëm ka kërku mbrojtje nga krejta zjarët e gjenemit. Allahu na lut nga zjarri i gjenemit. Andaj pejgamberi alayhi salatu wasallam i tha, mos ta shlojshe, të kish ka flaka e gjenemit. Kish ka flaka e gjenemit. Gjithashtu Abdullah ibn Omeri në ditë për ditëve e liron një rob, edhe thot e merr një degë të vogël, edhe thot ky lirimi thot nuk vlen sa ç'kjo. Ato që kanë qenë përshpër kanë pse?
Ka thënë se e kam dëgjuar pejgamberin tonë sallallahu alaihi wasallam duke thënë, kush i mshon shuplak hizmeçarit vet, ka thënë shpagimi i kësaj është me e lirue. Domthon sigur ka isharet se e ka godit edhe e ka shlue. Pra nuk është ky shlim, ky lëshim i atij lëshimi që ka thënë Allahu xha lëshoni, por i Allahu xhelalu. Pra kjo është shpagim tek e rre edhe e kelçu. Ki ka qenë trajtimi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me hizmeçarët e vet, edhe pejgamberi sallallahu para se me ndru jetë, e dini, e kemi përmendur shpesh këtë hadith, pejgamberi kur ka ndru jetë, mendje se ka fol alayhi salatu wasalam, e ka thonë një fjalë dhe me ta ka dek. Cila ka qenë as-salat wa ma malakat aymanukum. Ka thonë alayhi salatu wasalam, namazin dhe hizmeçarët e juve. Shkon ka ndru jetë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam me çka fjali. Ma e men. Namazin dhe kujdes hizmeçarët e juve. Dietar hizmeçarët e kanë shti hizmeçarin, punëtorin, gruajen, keç ka ti ki sultan mbi ta. Ti më i fortë se ai. Po sa ka thon kujdes me ata. Pse? I dobta. E lusmi Allahun te bareke ve teala që Allahu na stolis me stolisjen e moraleve të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. E lusmi Allahun te bareke ve teala që Allahu të zbukuron edebet tona, të zbukuron moralet tona, të zbukuron karakteret tona, të rregullon dhe të merreton Allahu te bareke ve teala pa drejtësitë tona, zullumet tona. Lusmi Allahun te bareke ve teala që Allahu xhelalu na ruan shëndetin, na ruan imanin. E mund sallallahu xhelalu të mbushin ditët e Ramazanit me vepra të mira, me agjerim, me namaznate, me taravia, me lutje. E lusmi Allahun te bareke ve teala që Allahu xhelalu na mundson që të jetojna me islam, të zhvillohemi me islam, të dorëzojna shpirtin Allahu te bareke ve teala me fe dhe me islam dhe me iman. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim walhamdulillahi rabbil alamin.